kandidat për kryeministër me një konstruktivitet, jo me fyrje, me sharje, si që bën kryeministri aktual, por me respekt të thras krerët e partive që të dje kanë që në opozitë dhe ta diskutojnë hapur një situatë kur e ka dekretin dorë për nominimin si kandidat. A është kusht kjo përfundimtar, zoti Hamza kryeministër? Zoti Hamza... Që PDK-ja të merr pjesë ose ta formoj qeverinë? Zoti Hamza e ka thonë disa herë që ai kërkon të themelohet një qeveri e drejtuar prej tij, edhe ne kemi thonë ashtu. Por po ashtu zoti Hamza ka thonë, unë jam i interesuar me ndëgju çka kërkon opozita. Unë mendoj që kur ulet Bedri Hamza me Emli Krasniqi, sekretari i Partisë Demokratike, me Lumer Abdegjikun, me komunitetet, me zotin Aradinaj, është e mundur me negociu themelimin e një koalicioni që do të udhëheqë Kosovën për me largu qeverin Kurti. Aty po duket problem tjetë pozicioni i kryeministrit, zoti. Unë mendoj që ajo çështje... Po duket që nuk është e tejkalueshme, të paktën kështu. Unë mendoj që është e tejkalueshme. Unë jam shumë optimist që është e tejkalueshme. Ju besojnë që LDK është për një koalicion më shumë me juve, se sa me vetëvendosjen? Po në zgjedhje ne kemi... Sepse ata publikisht e kanë jo me juve, jo me ata. LDK-ja e ka thonë vazhdimisht që është për ndrimin e qeverisë. Po. Në zgjedhje, Lëvizja Vetëvendosje ka thonë jemi ne dhe janë të tjerët. Populli i Kosovës e ka nxjerrë vetëvendosjen si pakicë në skenën politike, sepse opozita e deri atëhershme i ka fituar zgjedhjet. Jemi 52 me 48 deputet. Ne duhet tulemi, ne jemi të gatshëm të bëjmë kompromise si Parti Demokratike e Kosovës, ndarjet pozita ose çfarë do të qoftë, me qëllimin e vetëm që të ndërtohet një qeveri që e adreson hallet e qytetarëve të Kosovës, problemet e shtetit Kosovës. Ne mendojmë që kjo është e mundur me një mençuri në udhëheqjet negociata me ofrimin e një platforme që unë mendoj që do t'i bindë edhe parti tjera për me ecë përpara ndrimin e kësaj. Shikoni, një qeveri që ditën e themelimit të kuvendit bën shkelje kushtetuese dhe ligjore, çka mund të presin qytetarët e Kosovës prej saj kur e fillon mandatin. Dhe në mandatin e kaluar kushtrim ne kemi rrëzuar mbi 10 ligje për shkelje kushtetuese. Dhe ato ligje, ta dinë qytetarët e Kosovës, kanë pas të bëjnë një prej tyre, për shembull ligji për zyrtar publik e ka pas para po me nxjerr prej punë mbi 2000 veta në administratën publike. Ligje tjera që kanë dëmtuar interesin e qytetarëve po ashtu. Kemi mbrojtur na qytetarët me mekanizmat që kemi pas mundësi, sepse qeveria është vërsul kundër rendit kushtetues ligjor. Ne na duhet një qeveri tjetër. Një qeveri tjetër që krijohet nga opozita që duket që nuk ka gjetur aktualisht një rrugë ose një shteg të tillë. Kur jemi tek pozicioni i kryekuvendarit, shembull, po që se del, zoni Agjiu më herët tha s'ka koalicion me Nismën, s'ka një marrëveshje me Nismën, por emri i zotit Lima ju përmend të jetë propozuar për kryekuvendar. Zoti Lima është një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës. Ministër në qeverinë e zotit Thaçi, pastaj me një ndarje të dhimbshme në atë kohë me krimin e Nismës, pastaj me një bashkëpunim në PAN me Partinë Demokratike të Kosovës, tani si një emër opsional për kryekuvendar. A është i pranueshëm për juve, eventualisht nëse ka përcjellën këto hendeqet fillestare zoti Limaj për kryekuvendar? Unë mendoj që për PDK kjo nuk është çështje e emrit përvetshëm, është çështje e një koncepti politik që përfaqëson. Nëse emri vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës nuk duhet ta votojë. Nëse emri vjen nga opozita e deridjeshme, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, emri si propozim e ke fjalë? Emri si propozim si pozicion kur ne marrim mandatin. Se ata Vetëvendosje mund t'ju propozojnë edhe juve si kryekuvendare, pastaj po. Shembull, po hipotetik. Nuk mendoj që është e lidhur me emrin, është e lidhur me platformën politike. Ne nuk besojmë që Lëvizja Vetëvendosje është interes i Kosovës me kanë në pushtet. Prandaj ne nuk kemi vot për asnjë prej pozitave që propozon Lëvizja Vetëvendosje. Asnjë? Në çfarë do variante? Pra kryekuvendarin nuk do ta nuk do ta votojmë, s'ka lidhje me emrin e përvetshëm, ka lidhje me partinë që propozon. Nëse është Lëvizja Vetëvendosje, ne kemi problem të votojmë themelimin e organeve të shtetit prej kësaj force politike. Është një vit zgjedhor, zoti Gruda, pasojnë zgjedhjet lokale pas pak muajsh dhe po krijohet ideja që
ka faktor brenda politik